Ajo që ka përdu me të pyte dhe që menoj që edhe unë personalisht, pavarësisht sa kam jori, e bojmë shpesh gabim është kombinimi vitaminave që marim, i suplementeve. A ka suplemente që nuk bën të pije një mas një, për shembull magnez zink, ose zink me neat tjetër. A ka suplemente që efektin e humbin nëse mirën afër njëra tjetrës? Po, për shembull zinkun me marrë me bakër, të njëjtën kohë nuk është mirë, sepse zinki përqindjen e ka pak më të lartë se sa të bakrit në organizëm, edhe nuk e lën bakërin mu përthith. Masenena nuk është mirë të merret me hekurin me kalcium, që shumë njerëz edhe bojnë gabime, s'po di. Ju preferojnë me marrë me produktet shumështit, sepse po na mundon. Është shumë normale suplementet pacientin ose klientin ose s'po di ç'më thon që përdor suplemente, është shumë normale shumicën me pas pak mundim në lukt, bark. Sepse suplementet sa më të forta që janë, ato janë molekula të mëdha. Nuk ka mundësi me bën një suplement me efekt shumë të fortë e me pas sasi të vogël të aciditetit ose të barë. Apo kupton? Kështu që të gjithëve ju preferoj me i përdor mas ushqimit, ata të cilët kanë probleme. Ata të cilët nuk kanë probleme mundën me i përdor edhe para ushqimit, sepse vetë këto janë shtesa ushqimore. Po fakti që janë molekula shumë të mëdha dhe dikush ka problem me lukthin, atëherë mundën me mundu. Kështu që nuk preferohet penzon një rast për tyne hekuri me kalcium, sepse kalciumi nuk e lën absolut hekurin mu lidh me gjak. Edhe qysh e merë, qashtu edhe del. Do më thonë nuk ka shumë... Nuk komandohet me i marrë ofër njëra tjetërës. Mundet njënën para dite, tjetërën mas dite. Njënën para dite do të qysh, njënën do të mas dite. E ki vitaminën B12, penzon, nuk u të zënë me përdor me vitaminën C. Ofër njëna tjetër. Ofër njëna tjetër, se vitamina C nuk e lën mu absorbu vitaminën B12 në organizëm, kështu që janë detaje thjeshta, po është mirë mi ditë. Po për shembull kur shkojmë në përbanatore, firmat të ndryshme kanë një multivitamin. Atë ki vitamin C, B12, B12 krejt. A janë gabim nëse i marrim kështu fatos? Jo, nuk janë gabim. Po janë dozim i vogël. Vitamina minerale ka dhe aminoacide mbrenda shumë të mira. Po zakonisht përdoret një tablet ditore, sepse i ka të gjitha, si shtesë ushqimore, po kjo përdoret gjithçysh në mëngjes, do të mu përdor, sepse t'jap një farë forme t'jap energji, kështu që t'i gjatë ditës i aktive dhe çdo herë preferohet në mëngjes. Përdoren këto që janë multivitamina, minerale. A na mjafton ai dozim për një multivitamin? Po mjafton nëse e përdorim një kohë gjatë. Kur gjë nuk ka efekt para 3 muaj dite. Kështu që neve veç na vim pak kohë me pa efektet e durim, po. Normal, kur i kombinojnë edhe me ushqim, me aktivitet fizik, se ketë këto pjarrujna, unë e thëmë shpesh, ti shkon veç një suplement me marë, edhe ketë këto tirat milion, kje shkon një mrekulli, i pare e kësha bone. Po ja duhet mi kombinu krejt. Ushqimi, jetën që bojna gjumi është faktori kryesor, nëse na dojna me pas një jetë të mirë, të raqme. Shumë e vërtet kjo.